Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa ba'd. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit mëshirëplot, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi profetin ton Muhammedin sallallahu alayhi wa sallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë besimtarët muslimanë që e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri ditën e fundit. O Zoti jon, bëj të takim të kësaj natë të bereqetshme. O Allah, na jep sinqeritet dhe vazhdimsi në fund të hajrit. Pas falëndrimit të Allahu subhanahu wa taala, do falënderoja kryesinë e xhamisë Iqra për ftesën që më bën, që ti ishe pranishëm këtë muaj në mesin tuaj. Lut Allahu subhanahu wa taala që qëndrimin tim në mesin tuaj ta bëj të dobishëm si atë timin për ju dhe si ju të përfitoni nga qëndrimi jon. Dhe Allah na dhof sinqeritet gjithmonë në punë të hajrit. Si program që ka xhamia Iqra, sonte ditën e mërkurë ne kemi mësim në gjuhën shqipe. Pasi më thanë në këtë xhami, krahas asaj smungojnë dhe këshillat pas namazit të akshamit në gjuhën arabe. Ajo që xhamia mashallah ka një xhamat i cili më thon ka shqiptar, por ka dhe xhamatlit të tjerë, të cilët më thon flasin gjuhën arabe. Aktivitetet paga shumë ndihen sipas njoftimeve që kanë nxjerrë dhe kanë publikuar kryesia tek faqja e tyre zyrtare, dhe lut Allahun që këtë mësim të kësaj natë ta bëj të bereqetshëm, dhe ky është mësimi i parë për të fillim. Tema që unë kam patë arsyeshme me trajtu sot për ju vëllezër, dhe shpresoj që të jetë temë e dobishme për mua dhe për ju, është ajo e cila vetpëlqimi i njerëzit. Vetpëlqimi do të thotë që ti ta vlerësosh veten tënde më shumë se sa të takon, ose ta shohësh veten tënde mbi të tjerët. Kur njeriu e shikon veten e tij mbi të tjerët, ky njeri e ka ekspozuar veten e vet që puna e tij, adhurimi i tij të jetë i mos pranuar tek Allahu subhanahu wa taala. Ose ndryshe, vetpëlqimi është shkatrim. Është shkatrim. Prandaj dhe pejgamberi alayhi salam ka thënë në një hadith, 3 gjëra janë shkatrimtare. Dhe ka thënë kooperacia e theksuar, pasimi i epshit, dhe ka thënë vetpëlqimi i njeriut. Normalisht është e nevojshme që njeriu besimtari musliman duhet të jetë shumë i kujdesshëm me atë organin që ka në gjoksin e tij, në kraharorin e tij, që është zemra. Pastrimi i zemrës është i domosdoshëm. Sepse nëse ti e ke zemrën e pastër dhe punët e gjymtyrëve të jashtme janë të sakta. E nëse zemra nuk është e pastër dhe punët e jashtme, edhe pse janë të sakta në formën e saj, por ato janë të refuzuara tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam na ka treguar ne për rëndësinë e zemrës, ku thotë sallallahu alaihi wasallam, me të vërtetë në trupin e njeriu është një copë, mishi është një organ, i cili nëse ai është i rregullt, çdo punë pas saj rregullohet. E nëse ajo nuk është e sakët, nuk është e rregullt, çdo punë pas saj shkatërrohet, o e papranuar. Dhe ka thënë, ala wa hiya al-qalb, ajo është zemra. Dhe është quajtur zemra në gjuhën arabe qalb. Do vim tek tema jon, por thjesht më thënë bëjmë një hyrje përpara sa dalim tek vetpëlqimi. Se vetpëlqimi vërtet ka shenja treguese të jashtme, por smundja e saj është brenda. Është quajtur qalb në gjuhën arabe, zemra qalb, thot profeti alayhi salam, sepse ajo shndrohet shumë shpejt. Është e çuditshme. Është nga gjymtyrët, më thonë, që nuk ka qëndrueshmëri. Prandaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam shpesh herë i lutej Allahut për qëndrueshmëri. Ja muqallibal qulub, o ti i cili i ke zemrën tonë në duart e tua, bëje zemrën time të qëndrueshme në adhurimin tënd, në bindjen tënd, në respektimin tënd. Sallallahu alaihi wasallam. Prandaj nuk duhet neglizhuar çështja e zemrës.
të mos i japim shumë rëndësi pamës së jashtme kur zemra është e nxirr. Dhe pastrimi i zemrës normalisht fillon me thënë çfarë? Me pastrimin nga të gjitha llojet e shirkut si fillim dhe mbjellja në të besimin e pastër, tauhidin. Se zemra e cila ushqehet me tauhid, me besim, kjo është zemër e pastër. Zemra e cila ushqehet me tauhid, me besim, është e pastër. Se gjithë to smundje të tjera vinë si pasojë e dobësisë së besimit, neglizhencës. Prandaj, gjejmë që shokët e pejgamberit alayhi salam kritikonin njëri tjetrin ose vetveten e tyre, nga dëshira e shfaqjes, e dukshmërisë, e vetpëlqimit. Për shembull, gjejmë Umar ibn Abdulazizin radiyallahu anhu wa rahima, i cili më thënë është konsiderohet si princi i pestë. Kur ai dilte për të marrë një fjalim, mante hutbe, një ligjërat, dhe i duke vetja se kur po i hynte në qef, po i pëlqente fjalimi vet. E ndërpriste fjalimin. Kur shkruante ndonjë lloj letre dhe e formulonte bukur dhe i pëlqente se po e shkruan bukur, e ndërpriste letrën dhe e griste. Pse? Të mos e merrte dëshira për të duk. Krahasaj, kur të merr dëshira për të duk, mendon se shejtani të lënë rahat, ja. Bashkën gjithë dhaj. Ti mashallah, thotë fjalë të mira biles. Pra më thënë çfarë duhet të kemi shumë kujdes. Po t'i kthehemi Kuranit famlart, Allahu subhanahu wa taala na ka përcjell ne histori të ndryshme, të cilat kanë të bëjnë me vetpëlqimin. Që nga momenti i krijimit të Ademit alayhis salam, Allahu subhanahu wa taala na ka treguar ne se ajo e cila e nxorri shejtanin nga grupi me lajkeve në adhurim, kush ishte? Vetpëlqimi. I pëlqeu vetja vet. Dhe Allah na ka sjellë një histori që o ju njerëz nxjerrni mësime. Se nuk e largoi shejtanin nga grupi me lajkeve në adhurim, vetëm se i pëlqeu vetja vet. Ku Allahu thot subhanahu wa taala, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Allahu po i thot shejtanit, çfarë të pengoi ty të bësh sejdë kur unë të urdhrova? Urdhëroi Allahu subhanahu wa taala. Qala ana khayrun minhu. Thot shejtani, unë jam më mirë se ai. Kjo fjalë e më i mirë, kemi kujdes. Sepse Allahu i din zemrat dhe shpirtrat tonë. Ai është i cili më thon çfarë ti jap ty devotshmërinë në zemër. Kujdes. Mos të duket vetja më i mirë, më i aftë, më i bukur se sa të tjerët. Përkundrazi. Psoje vetën tënde të jesh modest, i thjesht. Qala ana khayrun minhu. Unë jam më mirë se ai. Po i thot shejtanit i mallkuar Allahu subhanahu wa taala, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Thot sepse mund krijove prej zjarrit, kurse Ademi krijove prej balte. Për shkak të kësaj fjale, i pëlqeu vetja e tij, Allahu subhanahu wa taala e nxorri nga mëshira e tij si në dynjë dhe në ahiret. Një fjalë ishte ajo. Nga herë fjalët janë më të rënda sa veprimet. Prandaj vetpëlqimi është i tillë. Allahu na e solli ne si histori që të nxjerrim mësimet, kemi kujdes, ta ruam veten tonë nga vetpëlqimi. Gjithashtu, pas kësaj historie, Allahu subhanahu wa taala na sjell historinë e dytë, e cila ka të bëjë me fëmijët e Ademit alayhis salam, mes Kabilit dhe Habilit. Çfarë ndodhi? Ndodhi vrasje, krim. Pse? Vetëm se njëri prej tyre i pëlqeu vetja e tij, kishte vetpëlqim në vetveten e vet. Për shkak të saj, arriti arroganca e tij sa që çfarë? Ta vriste vllain e vet. Zot na ruaj. Prandaj, kjo histori nuk ardh kot. Allahu thot subhanahu wa taala kur tregon historinë e Kabilit dhe Habilit, thot watlu alehim o Muhammed, i lexoi njerëzve historinë dhe ndodhin që ndodhi mes bijve të Ademit. Tregoje të vërtetë si ka historia e tyre. Idh qarraba qurbanan. Të dy ata afruan një kurban tek Zoti, edhe Kabili edhe Habili. U pranu kurbani nga njëri prej tyre dhe refuzuan nga tjetri.
I tha ky I cili nuk u pranua kurbani. Gjotha, për shkak se ty t'u pranu kurbani dhe mua s'mu pranu, unë kam për të vrarë tyve. Po I thot vllai vet Habili, thot Allahu subhanahu wa taala e pranon kurbanin dhe punën e mirë prej njerëzve të devotshëm. Dhe po I thot, nëse ti o vllai im tenton ta zjatësh dorën për të më vrarë mua, unë prap nuk e zjas dorën për të vrarë tyve. Unë kam frikë Zotin e botrave. Për çfarë ndodhi? Ai u bë xheloz. I vetë pëlqeu vetja vet dhe arriti që çfarë më thon, me vetë pëlqimin e tij që kishte, e vrau vllain e tij. Mos vall, mjaftun me kaq histori të Kuranit? Jo. Allahu subhanahu wa taala sjell histori të tjera me Firaonin, I dërgoi dy profet, dy të dërguar, Musain dhe Harunin. Edhe pse gëzonte post pasuri, ishte më I pasuri, më I fuqishmi I njerëzve, por arroganca shkoi sa çfarë më thon, I hyri vetja në qef. Ne në Shqipëri pleqt dhe plakët kanë pas një shprehje të urtë. Kur e shikon një person që ishte mendje madh, ose ishte me thënë I dëmshëm për shoqërinë, I thonin të rrit mendja, se ke për ta gjetë. Të rrit mendja, nuk e di keni përdor jo apo jo, por të rrit mendja, pra çfarë? Të hëv vetja në qef. Pra, ke për të posu. Në moment që të hëv vetja në qef, atëherë prit ndëshkimin. Dhe Allahu subhanahu wa taala çfarë më thon tregon do dhin Firaunit me Musain dhe Harunin, derisa shkoi arroganca e Firaunit, tha qala ana rabbukumul a'la, dhe unë jam Zoti I madhërisëm. Tha Firauni, çfarë ndodhi? Allahu subhanahu wa taala e shkatërroi Firaunin bashkë me ushtrinë e tij për shkak të arrogancës dhe vetëpëlqimit që kishte. Këto histori njëra pas tjetrës na tregojnë neve për rrezikun që ka, më thënë çfarë, kjo lloj smundje e zemrës. Por gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ka treguar rastin në surën Kahf, kur dy njerëz bashkë bisedua në një dialog të përbashkët, njëri prej tyre tha, un kam shumë pasuri, un zotroj një kopsht. Dhe un mendoj, tha, un kam bindje që ky kopshti im është I përjetshëm. Dhe tha, un jam më krenar se sa ti, un zotroj pasuri, zotroj dhe shumë, jam I farafitshëm, jam I fitshëm, kam shumë fis. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi. Kur u fut ke kopshti I tij, u fut duke qenë zullumqar me fjalë që tha. Kur u fut ke kopshti I tij, më thon çfarë? Allahu subhanahu wa taala I shkatroi kopshtin. Pse? Nga vetëpëlqimi që kishte, nga pasuria që Allahu ja mundsoi subhanahu wa taala. Pastaj histori tjera më thon Allahu subhanahu wa taala tregon rastin dy ortakëve. Njëri prej tyre zotronte 99 bakti, njëri kishte një dele. Ky I cili kishte 99 bakti, thot, ma sjell dhe mua te baktin, se un kam më shumë, në formë krenarie. Dhe ky tjetri ja mundsoi, ja dha, por ja tregoi, ja dha ai tjetri ja kërkoi me arrogancë. E shumë histori tjera më thonë që Allahu subhanahu wa taala tregon për çështjen e vetëpëlqimit, se vetëpëlqimi është shkatrimtar. Mirë. Meqense se që ka kaq problem e hoxh, çfarë duhet me bë? Çështja e parë, duhet ta dim se Allahu subhanahu wa taala është mbikëqyrësi jon. Edhe nëse vepra jon është e sakët, anë sytë e njerëzve, Allahu subhanahu wa taala është ai I cili e din fshehtësinë e zemrave. Dëgjoj këtë hadith pejgamberit alayhis salam, dhe ky hadith për Zotin është hadith rinqethës. E bën njeriu të matet, se mos nesin musliman e herë. Tregon Ebu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi ka thënë sallallahu alaihi wasallam një hadith të sakët. Janë 3 lloj grupe njerëzish të cilët aleikum salam do jenë të parët që do gjykohen përpara Allah subhanahu wa taala. Janë 3 lloj grupe njerëzish të cilët do japin llogari përpara Allah subhanahu wa taala. I pari I tyre, thot pejgamberi alayhis salam,
është ai person i cili ka ra shahid. Ka ra si martir, si dëshmor. Me gjykimin tonë kështu është. Pasi e dinte vlerën e xhihadit, sakrificës fizike, pra xhihadi ka vlerë të madhe tek Allahu subhanahu wa taala. Flet për atë vlerë, i nxit të tjerët, derisa më thon çfarë, merr dhe vet pjesë dhe bie si martir në gjykimin e njerëzve. Por këtu kush e din? Vetëm krijuesi, Allahu subhanahu wa taala. Vetëm sa Allahu xhela xhelaluhu. Kjo do shumë punë për Zotin zemra. Sa do më thonë zbulom ne aparat për ta ditë smunin e zemrës, nuk arrim ta dim qëllimin e saj. Vetëm sa Allahu subhanahu wa taala. Thot pejgamberi alayhi salam, dhe e thret Allahu dhe i thot, o filan i biri filanit, pse ti pranove bie shahid si martir në luftë? Thot Zoti jem për ty. Thot gënjeve. La ilaha illallah. Gënjeve. Thot ti re martir, re shahid, re dëshmor, që të thojnë të tjerët, filani është guximtar, është trim, ose thjesht sakrifikova jetën për një lapidar, ose për një emër rrugë, dhe kjo të pëlqeu, këtë e kërkove. La ilaha illallah. E kërkove të. I thot Allahu me lajkeve, hidhe në zjarë të xhehenemit. E gjithë mundi ti shkon do. I dyti thot pejgamberi alayhi salam, ai person që Allahu ja ka mundsuar ta mësoj fen. Po flisim i vllan ton i cili është i pranishëm këtu, në mesin ton alhamdulillah, njëri i hajt, djali i hajrit mashallah. Dhe po i thoja më thonë që xhamia ka nevojë për hoxh me radhë, po e përmend si histori më thonë që ky hadith do thotë që ti t'jesh i kujdesshëm, jo të heqësh dorë. Dhe duke folë më thonë, është i haditha hoqta që ato që e mësojnë dijen dhe s'punojnë, shkojnë zjarë xhehenemit. Kjo është vërtet. Thosh, për kjo s'pengon ty vetë punë është mësosh. A mu pasron jetin për Allahun subhanahu wa taala. Të nështrohet dynjaja, të vjen rrezgu. A mu ti jesh për Allahun subhanahu wa taala. Ti jetë qëllimi jet për Allahun subhanahu wa taala. E dyti, thot pejgamberi alayhi salam, ai person i cili e mëson fenë e Zotit, Islamin, e mëson Kur'anin, e lexon bukur fort, ja din vlerën e dijes, flet për të. Krahas saj çfarë më thon? Ja mëson Kur'anin tjerëve dhe ja din vlerën e Kur'anit. Vëllezër, profeti alayhi salam ka dhënë dëshmi për disa njerëz. Ndërta ka thonë për ato që më thonë që e mëson Kur'anin dhe mëson tjerëve, thot: "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Më i miri prej jush është ai i cili e mëson Kur'anin dhe ja mëson tjerëve. Kjo është dëshmia e pejgamberit alayhis salam. Por kjo dëshmia do thotë kesh dhe zemrën e pastër, mos hy vetja në qef me lavdratat e njerëzve, se vallahi është shkatrimtare. Prandaj më thon pejgamberi alayhis salam, njëri lavdroi shokun e vet aty afër, filani kështu. Thot pejgamberi alayhis salam, e shkatrova atë. E shkatrova atë. Pse? Kur ti e lavdron të dhe hy vetja në qef, shejtani i hu dorën në qaf, thot, sa të nimoj dhe unë ty tani. Bëhen dy të përse. Dhe se le shejtani, ti kështu, po mos e shti. Por e me thonë të rëgojnë për Imam Ahmedin, rahimahullah, para vdekjes, ose në smunin e ti të rëndë, për i thot djali vetë, thuaj, la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah, thuaj shahadetin. Dhe aty më thoni vjen nga cënimi i shejtanit, vezvesja. Thot, o imam, si do e boj umeti pa ty tani? Do përhapën i det ekstreme. Si do e boj umeti për tyve? Pra, mi hë vete në qef që unë e shpëtova umetin. E thonë të la, jo, Imam Ahmedi, rahimahullah. Pra qëfar? Thot profeti alayhi salam, dhe i dyti i tyre, është ai person që Allahu ja ka mundsuar të mësoj fenë. Wallahi, billahi, tallahi, të mësosh fenë e Zotit është sukses nga i madhi Zot. Mos mendo se je i shkaf, ose ke bo, përpjekjet se bepe duhen, shkaqet. Por është Allahu që të ka dhënë sukses subhanahu wa ta'ala. Dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala, o filani i biri filanit, pse mësove Kur'anin? Pse i ftove njerëzit në Islam?
thot o Zoti im për ty, thot gënjeve. Ti ja mësove njerëzve fen Kur'anin për t'u thënë se çfarë filani është hoxha i madh, është orator, ai është lexuesi i Kur'anit, si ai s'ka, edhe të pëlqeu. Dhe të hyri vetja në qef. Pra, edhe të pëlqeve lavdratat e njerëzve. Doli nga qëllimi për Zotin tek qëllimi lavdratave të njerëzve. Thot Allahu subhanahu wa taala, merreni, hidhi në zjarr të xhehenemit. Pse? Nga vetë pëlqimi që ai i kroi vetes tij. Dhe i treti ka thënë pejgamberi alayhi salam, është ai person që Allahu xhela xhelalu ja ka mundsuar nga shumë llojshmëritë e pasurive. Zotron, i ka të mira të gjitha alhamdulillah. Por krah asaj ai shpërndan, jep djathtas, majtas, ku ka mundësi ndihmon. Dhe ja din vlerën që ka sadakaja, lëmosha. Dhe flet për vlerën e saj. Ditën e Kiametit Allahu i thot, o filan, pse shpërndave? Thot o Zoti im për ty, thot gënjeve, ti e bëre këtë punë të vepër, vetëm për të thënë mes njerëzve që je bujar, ajo dorë lëshuar, jep. Dhe e pëlqeve lavdratën e njerëzve duke folë për bujarinë tënde. Thot Allahu subhanahu wa taala, merreni dhe në hidhe në zjarr të xhehenemit, sepse s'pat qëllim Allahu subhanahu wa taala. Vëllezër, këto hadithe, këto ajete kuranore, tregojnë se subhanallah, tregojnë se vetë pëlqimi është shkatrim për njeriu për veprën e tij. Allahu subhanahu wa taala ka treguar dhe rastin e luftës së Hunenit. Në luftën e Hunenit, kur u mlodhen njerëzit, u mahnitën nga numri i shumt. Sot do fitojmë ne. Por çfarë thot Allahu thot? Por se numri i tyre, pra vetë pëlqimi i tyre për numrin e konsiderueshëm, çfarë? Tek Allahu s'ka dobi fare. Tek Allahu s'ka dobi fare. Prandaj, gjithmonë suksesi lënë në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Asnjëherë mos mendo se je ti. Ti si asgjë. Është Allahu subhanahu wa taala i cili dhuron sukses. Mirë. Me drejt del një pyetje që mund të themi, o hoxh, vërtet që ka smundje e rënd kjo vetë pëlqimi. Pa ka një lloj forme si mund ta mbroj veten tënde? E vetme mënyrë që mund ta mbroj njeriu vetën e tij nga vetë pëlqimi është kthimi tek Allahu subhanahu wa taala, duaja dhe lutja. Disa dietar kanë sjellë disa shembuj ose disa pika, nëse i përmbah ashtyre pikave, atëherë çfarë? Njeriu e ruan veten nga vetpëlqimi. E para, kesh frikë Allahun subhanahu wa taala dhe të afrohesh sa më shumë me Zotin. Forma që më së shumti të afrohesh me Zotin, kush është? Ti përmbahesh urdhëresave dhe të largohesh nga ndalesat. Nuk është më thonë që ti afrohesh fizikisht, jo. Qëndrimi në namaz i rregullt, falja e namazve rregullisht, agjërimi, zakati, haxhi, respektimi i prindërve, respektimi i moshës madhe, mëshira ndaj të vegjëlve, largimi nga kamata, nga theshathemet, nga immoraliteti, nga alkooli. Të gjitha këto të afrojnë tyve çfarë më thonë që ti ta sulmosh të lloj smundje. Një herë i tha njërit, shkoi njëri tek hoxha, tha hoxh, unë tha, po shikoj veten tëme, tha se kur çfarë, tha ka vetën qef. A ka dy lloj forma thonë që mund ta shëroj smundjen e vetë pëlqimi. Do më ndu hoxha, më thonë, duke dhënë këshillat tek Allahu, afro tek Zoti më radhë më radhë. O hoxha diçka tha më konkrete ata. Po hajë inshallah, sa gjithë. Në qytetin tonë tha ka njerëz të ndryshëm tha. Ndërta tha, ka dhe një shtresë që janë njerëzit më nevojtarë, tha, më hallet gjitha. Dhe bën një punë të vështirë tha që është punë tha, më thonë me mbledhje, plehrash. Punë të ndryshme, jo ty po këtu. Dhe ky që më thonë që mbledh plehrat, aty më thonë i pluhurosur, ajo era e keqe, mendoj hoxha më thonë që ti kjo është ndryshe nga të tjerët. Kush e ma veten, vishet bukur, parfumose, del me kerr të mirë, pra prej ti pritet të ketë vetë pëlqim. Pra ai që punon më thonë një punë të rëndë, kështu, s'mendoj se të ketë vetë pëlqim.
Tha shko tek ai tha dhe nëse ke mundësi tha puthja këmbët tha për të treguar modesti tha dhe për ta shtyp veten tate, për ta mësuar me thon çfarë më thon që ti më thon je nëntë, edhe pse ai më thon po punë mbledhë plehrësh, ha? Pis në rrobe me ato çizme të veshura më thon kështu. Kur e shikon ndoshta nga herë më thon çfarë, thua po, më mirë larg ti se era keqe. Dhe shkoi atje, pa më thon, po mbledhte plehrat. Shkoi atje, në tak lul mi puth këmbët. I tha, ç'a bën tha? Tha, a ke pati tha që ka hë veten qip tha. Edhe nuk e di tha, du tha që vetën teme tha ta komandoj tha. T'ja ul hundën vetës teme tha. A e thash ta të puth këmbët e tua tha. Si ti tha, nuk ose je pjesë e tyre vetë pëlqimit të njerëzve tha. Punë ato vështirë. A e tha, e ke largohu prej meje, të puth shkom të minja ti tha. Largohu prej meje tha. Shko një tjetër dhe mu tha. Pra edhe ai kish vetë pëlqim. Subhanallah. Pra shikon si njerëzit subhanallah. Edhe pse ka njerëz me poste, ka dhe njerëz më thonë që s'kan poste, a mos smuni vetë pëlqimit qëndron në zemër. Zot na ruaj revi. E para, ta afrosh tek Allahu subhanahu wa taala. E dyta, gjithmonë merr shembull, në jetën tënde njerëzit e xhairit. Dhe njeriu i xhairit kush është? Njeriu më i mirë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Tek pejgamberi alayhi salam erdhi një sahab dhe i ra derës. Tho pejgamberi, men? Ai tha, ana. Unë. Tho profeti alayhi salam, kush është kjo? Unë tha. Dhe e urrejti që njeriu më thon çfarë? Të prezantohet që jam unë. Pra jam dikush, po ti do të më ofrosh mua sikur jam unë, si s'mjafti mua. Nga herë ndodh mesin ton për shembull, kemi taku para viti, para 2 vjetësh. Kur takon më thon pasin kohë, njerëzit më të harrojnë. Pas mjafti mua kush jam unë? Formë krenarie. Si vetë pëlqim, gjashtë, unë jam dikush, ose unë kam bërë diçka kështu për tyve, ti sa shpejt e harrove. Kjo është vetë pëlqim. Pejgamberi i thon sahabët, kush je ti thë që jam unë tha. Dhe urrejti, thon sahabët e pam tek pejgamberi alayhi salam se ati u skuq fytyra nga urrejtja e kësaj shprehje. Ose rasti më thon që çfarë më thon, ai personi që ju e keni ngjuar si histori më thon çfarë, edhe ke pejgamberi alayhi salam dhe profeti ja mësoi fen atij. Dhe në fund fare tha ai sahabi, pasi pranoi Islamin tha, o Zoti, më fal mua dhe Muhamedit. Po thon dietarët, më thon, sot duke lexuar, u habita se kjo lloj më thon çështje më thon që kish përmend, se nuk kishe përqendruar një herë. Në duan e tij nuk thon Zot më fal Muhamedit dhe mua. Por ndori vetën e vet para pejgamberit alayhis salam. Tha o Zot më fal mua dhe Muhamedit alayhis salam. Tha subhanallah. Dhe kjo më thon tregon për vlerën që kanë dietarët në Umet, se do të flasim ne, ato janë shembull për neve. Ato që duhet të ndjekim, të njohim fjalën e tyre. Thon dietarët çfarë më thon? Dhe këtu më thon, edhe pse ai tha, o Zot, më fal mua dhe Muhamedin, këtu shfaqi veten e vet, të kishte një vet pëlqim për të. Pra që unë shoqëoj që pranoj Islamin, për o Zot, më fal mua dhe Muhamedit alayhis salam. Dhe profeti tha, e ngushtova të gjërën. Pse bëra kaq i ngushtë në lutjen tënde? Pra Allahu është më i gjerë, në rahmet më mëshirë. Prandaj, le të marrim shembull njerëzit e mëdhenj. Dhe nga njerëzit e mëdhenj dhe më i madhi tyre është Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Asnjëherë nuk i bënte veprat punët për të duk mes njerëzve. Edhe pse ishte njeriu më i mirë, profeti më i zgjedhur, trimi më i madh, prap nuk tha një herë çfarë unë. Por përkundrazi, për të larguar këtë vetë pëlqimin tha, unë jam biri i Ademit, ose unë jam zotëria i njerëzve. Unë jam zotëria i njerëzve. Thot, pa krenari, pa menimasi, pa vetë pëlqim. Allahu subhanahu wa taala më ka zgjedhur mu të tillë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra, shikoj më thon, kjo shembulli jon sallallahu alaihi wasallam, që ta mbrojmë veten tonë nga vetë pëlqimi, duhet kemi bashkëpunim vëllazëror mes njëri tjetrit. Se bashkëpunimi mes njëri tjetrit të ndihmon, më thon çfarë më thon, ta ulësh hundën. Kur je vetëm, e bëra unë, shkova unë,
erdha unë. Kurse në bashkëpunim nuk mund thoshe bëra unë, por ishe bashkë me Ömerin, ishe bashkë me Ibrahimin, bashkë me Refikun, bashkë me Hazirin, a? Kur thumë thon, kur ti e bën punën përbashkët, atëherë çfarë më thon? Vetën tënde edukon që asnjëherë të mos dalësh mbi të tjerët. Gjithashtu, gjithmonë duhet të kërkosh llogarin vetes tënde. Pse po e bën veprën? Për kë po e bën të lloj nisme, punë, angazhimi? Për Allahun subhanahu wa taala për syje faqësi. Nëse e bën për syje faqësi, dije se kjo lloj vepre do të kthehet për ty në dëshkim. Ha? Si në të botë vuajtje dhe në botën e përteshme. Gjithmonë, nxitë vetën ti jesh pjesëmarrës në punë të mira. Mos u veçan nga të tjerët. Nxitë vetën ti jesh, më thon çfarë? Nxitë më thon ti jesh pjesëmarrës në punë të mira. Çdo punë e mirë që është, pjesëmarrës. Angazhohu me të. Sado e pak qoftë ajo. Mos jo gjithmonë do t'i bësh të mirat vetëm, jo, bashkë me vëllezërit. Gjithashtu, një shprehje më thonë që pëlqeu shumë ishte çfarë më thonë, edukoje veten tënde të jetosh i qetë. Sepse kur jeton ti i qetë, jetojnë dhe të tjerë të qetë prej teje. Edukoje të jetosh i qetë. Kur ti je i qetë, edhe të tjerët janë të qetë me ty. Dhe fundit, duhet të dish të drejtat e tua dhe të drejtat e njerëzve. Në përgjithësi, qofshin musliman dhe jo musliman. Kur ti e din drejtat e tua dhe të njerëzve, atëherë nuk mund të jesh mbi njerëzit. Nuk mund të jesh mbi njerëzit. Ibn Mesudi radiallahu anhu thot, njeriut i vjen shkatrimi, radiallahu anhu, thot, shkatrimi i njeriut vjen prej dy gjërave. E para, kur ai hum shpresën tek Allahu subhanahu wa taala. Thot, fal mu Zoti. Për mu s'ka falje. Humja e shpresës nga Allahu është shkatrim për të. E dyta ka thënë çfarë? Vetpëlqimi. Ha? Dy gjëra, thot Ibn Mesudi radhiyallahu anhu, janë shkatrimtare për njeriu. Dhe ka thënë njëri nga të parët ton, me emrin Mutraf rahimahullah, përthuese ka thënë dhe Aliu radhiyallahu anhu, thot, është më mirë për mu të flej gjumë gjatë gjithë natës dhe të gdhin mëngjes i penduar pse natën e kalova në gjumë, majni mena, është më mirë për mu të flej gjumë dhe të gdhin mëngjes i penduar pse gjithë natën e kalova në gjumë, se sa të falem gjithë natën dhe të pëlqej adhurimi im. Pra ai, në gjumë, gjëllë, mjes thot, si të falem namaz natën. Ky thot çfarë është më i dashur dhe më i mirë dhe më i sakët, se sa i cili më thonë ngrihet ai, në 2 natës, falet deri në 4, vjen për namaz sabah, fal në xhami, dhe vetëm qet thot, thot. I pëlqen. Ky vetë pëlqim çfarë? Thot ky, i parë, nga të para tonë, thot, kjo është shkatrimtare. Pse vetë pëlqimi me punën tënde, me madhurimin tënd. Dhe ka thënë Aisha radiallahu anha, kur është pyetur cili është njeriu punë keq, ka thënë njeriu punë keq është kur mendon se është punë mirë. Njeriu punë keq, njeriu i keq është thot kur mendon se është bë punë mirë. Pra që mos e eduko vetën tënde, më thon çfarë, më thon vetë pëlqim, por gjithmonë tërhiqje vërejtjen vetes tënde. Dhe ka thënë njëri nga të para tonë, Ahnaf ibn Qais rahimahullah, thot ajibtu liman jara fi majra al-bawli marratayn kayfa yatakabbar. Ka thënë habitem me atë njeri i cili bëhet mendje madh dhe i vetë pëlqen veten e tij, kur e di fort mirë se ka dalë 2 herë nga vendi i urinës. Po fare kjeri. Thot habitem si bëhet mendje madh. Ose tregohet më thonë, ndryshe nga të tjerët i pëlqen veten dhe të tjerëve. Kur fund fare, si ai dhe të tjerët kanë dalë nga një vend i cili është i shëmtuar, i fliqur. Pra, edukoje veten tonë të jesh sa më modest. Mirë. Kush janë shkaqet dhe sebepet që e bën njeriu t'i pëlqej vetë. Pika e parë, ignoranca.
Mungesa e dijes së saktë, e bën njeriu të jetë çfarë më thon, që i pëlqen vetë. Xehli, ignoranca, është nëna e të gjithë këqive. Dhe profeti alayhi salam ka treguar se edhe se nga shenjat e kiametit, dhe nuk vjen kiameti derisa të përhapet ignoranca, xehli. Rob ndoshta më thon, po diplomohen me shkolla të ndryshme, fakultete, master, doktoratura në shumë fushë të shkencave, kur si shikojmë më thonë që për kërkimin e dijes, neglizhencë, dijes islame, neglizhencë e theksuar, as nuk ka interes fare. Dhe wallahi billahi, nuk kemi për të esur përpara ne, nuk kemi për të triumfuar ne si musliman, derisa të kthehem fesë Allahu subhanahu wa taala. Librit të Allahut subhanahu wa taala dhe hadith pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. 2. Mungesa e devotshmërisë. Nga shkaqet e vetpëlqimit, mungesa e devotshmërisë. Nuk ka devotshmëri në zemër. Dhe ne thamë që devotshmëria e cila është ti përmbahesh urdhëresave dhe të largohesh nga ndalesat. 3. E humb atë ndjenjen se Allahu subhanahu wa taala është mbikëqyrësi i tij. E humb ndjenjen, pra, më kuptimi çfarë më thonë që e harron se Allahu është mbikëqyrës, po e shikon. Kur ti tregohesh me ndjenjë e madh ose bën ndonjë haram, kujtoje se Allahu është mbikëqyrësi yt. Humbja e ndjenjes se Allahu është mbikëqyrës të bën ty çfarë më thon, ti përkatës ti lloj grupi njerëzve që është vetpëlqimi. 4 nga shkaqet që njeriu bëhet që i pëlqen vetja e tij, vetpëlqimi, ka thënë çfarë më thon, mungesa e këshilluesit të mirë. Nuk ka këshill. Nuk ka këshill. Dhe nëse shoqërisë tonë islame, nëse xhamat e xhamisë jemi, nëse mesin tonë nuk kemi këshill në një tjetrit, vallahi billahi dhe xhamati, pra nëse është unifikuar, përçahet. Prandaj këshilla e ruan unitetin, e forcon lidhjen. Këshilla e ruan unitetin. Mos këshillimi mes njëri tjetrit, por me qëllim jo të dukesh, çfaqesh, por me qëllim çfarë më thonë që për hir të Allahu subhanahu wa taala. Kjo e ruan unitetin, na forcon lidhjen dhe na bën të duhemi mesin ton dhe të arsytojmë njëri tjetrin. Gjithashtu, nga shkaqet kryesore që vetpëlqimit është niyeti i keq. Jo për Allahun subhanahu wa taala. Çdo lloj niyeti veç Allahut quhet niyet i keq. Çdo lloj niyeti, qëllimi veç Allahut quhet niyet i keq. Gjithashtu, nga shkaqet e vetpëlqimit, kam përmend dietarët, është më thon, ti shikosh njerëzit më të ulët se vetja jote. Ti poshtërosh, ti nënshtrosh, ti nënshmosh. Kjo më thon çfarë? Është gjithashtu prej saj. Kanë thonë gjithashtu më thonë çfarë nga shkaqet është më thonë mos falënderimi Allahu subhanahu wa taala për të mirat që gëzon. Për nëse ti më thonë je në një shkallë më të lartë sa të tjerë, thuaj elhamdulillah që Zoti më mësoi. Pra mos u kthe tek vetja jote. Unë e bëra. Jo, Allahu subhanahu wa taala ta mësoi ty të. Gjithashtu kanë thënë çfarë lavdrata e shumtë e njerëzve që i bëhet bashkë me ndihmën dhe përkrahjen e shejtanit që e ndjek. Tu të lavdruar njerëz të herë 2, 3, 4, krahas asaj më thon çfarë, dhe shejtani të fërkro krahët dhe të bën ushtarin e vet. Gjithashtu kanë thënë çfarë, mungesa e të jetuarit në Kur'anin famlar dhe me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mos meditimi në fjalën e Allahu subhanahu wa taala se si Allahu ka kritikuar ata cilët më thon çfarë, e vetpëlqejnë veten e tyre. Gjithashtu më thon, mos meditimi në çfarë ka thënë pejgamberi alayhis salam se cilat vepra janë shkatërrimtare. Dhe fundit është që njeriu e harron se Allahu subhanahu wa taala është ndëshkues për të ndaluarat, ashtu si është falës dhe mëshirues për veprat e mira. Ose anon njeriu tek falja e Allahut, ose Zoti fal, ose Zoti mëshiron. Dhe duke anuar tek pjesa se Allahu fal dhe Allahu mëshiron, e harron se Allahu subhanahu wa taala dhe ndëshkon. Vërtet mëshira është më e madhe, por edhe ndëshkimi
është për ato cilët çfarë më thon, i thyen në rregull të Allahu subhanahu wa taala. To janë sebepet dhe shkaqet më thon çfarë që njeriu e vetë pëlqen punën e tij, veprën e tij. Mirë, si shfaqen njerëzit që e vetë pëlqen veten e tyre? Çështja e parë kanë thënë çfarë? Ata se pranojnë të vërtetën nga të tjerët. Forma e parë, që tjetër është më thonë që e pëlqen veten e tij, është i sprovuar me të lloj sprove, kanë thënë çfarë? Se pranon fjalën diku tjetër, e refuzon. Ja, ku di gjoti po ik. Se di vetuna. Po të shikojmë, subhanallahu, Abu Huraira radiallahu anhu, nga kush e pranoi të vërtetën? Kush më thot? Abu Huraira prej kujt e pranoi të vërtetën? Allahu trujt mashallah. Nga shejtani. Sa sadaqa wa huwa kadhubun. Sa të vërtetën, para ai gënjeshtar. E pranoi. Pejgamberi alayhi salam nga bashortja e tij kur nisën për qëllimin e Mekkes. Që më thon, pejgamberi urdhëroi sahabët, çfarë më thon, të runin kokët e tyre. Dhe sahabët Jesu bindën për gjithaj mundim, lodhje, sakrificë, me qindra kilometra kishin bërë, thon pejgamberi Allahu, qysh të kthehemi pa Medinën e. Pejgamberi më thon çfarë kur fut në çadrën e tij, Ummu Salama i tha pejgamberi Allahut, nuk të shoh të qetë, çfarë ke? I tha, sepse sahabët nuk po mbinden, e shikojnë pak të rënd më kthyer prapë në Medinë, pasi kanë bërë madh. I tha Ummu Salama radiallahu anha, o pejgamberi Allahut, çfarë? Ruaje kokën ti pari dhe diltja sahabët. Dhe kur veproi pejgamberi kështu, filluan sahabët në përgjithësi çfarë? Truanin kokët e tyre. Pra, pranoi pejgamberi Zot, pranoi këshillën nga kush? Nga Ummu Salama. E sa histori tjera. Abu Bekri pranoi më thon këshillën nga një grua. Omer radiallahu anhu. E më radh. Format e shfaqjes të vetëpëlqimit është më thon çfarë? Që s'pranon, nuk shillohet me dietarët ose me zotët e mendjes. Valla, fol me hoxhën për të çështje. I se pyes fare s'më intereson valla, di vetuna. Kam kaq vite në Islam. Smunje. Kjo vetëpëlqim. Donë s'don ka sprovu Allahu subhanahu wa taala me të hoxh. Këshillohem atë, si është çështja. Për një mesele. Gjithashtu, vetëpëlqimi shfaqet në formën e ecjes mes njerëzve. Prandaj pejgamberi alayhi salam ka thënë çfarë? Se Allahu e urrejn këtë lloj ecje vetëm se në xhihad. Ecësh mes njerëzve. Me krenarit madhe është urryer. Kurse në xhihad kërkohet kjo. Pse? Ta friksosh armikun. Për këtë pejgamberi alayhi salam, kjo lloj ecje Allahu e urrejn përveç në xhihad dhe në luftë, ka thënë sallallahu alaihi wasallam. Format e shfaqjes së vetëpëlqimit është më thonë që e zmadhon adhurimet e veta. Vallahi, alhamdulillah, unë agjëroj të hanë tente, një ditë po, ditë jo, e zmadhon. Jemi rregull, 5 vakte në xhami shkoj, në sabah, s'pash sot tyve, pse se erdha ditë. Ai nuk ka qëllim se s'ka ardhur për sabah, por do t'rregoj që unë shkoj në xhami, i pëlqen vetja vet. Dhe kjo s'mundje. Pra nuk ose ka hanë edhe se erdha ditë, ndoshta më thotë inshallah s'po vjen ai. Por do të përcjellë mesazhe, më thonë që çfarë, unë jam i tillë, unë shkoj në xhami, unë e bëj të, unë jam i tillë, më thonë, bëj të adhurim. Pra, zmadhimi i adhurimeve në sytë e njerëzve. Gjithashtu, krenohet se ka dije dhe do të debatoj. E shikon që në çdo rast debaton. Qëllimi çfarë më thonë? Jo se do të nxjerrë të vërtetën, përkundrazi, ai më thonë çfarë debaton që duket. Nuk ka mesele vetëm se do të dëgjohet zëri i tij. Po është kështu. Kjo është shfaqje formë e vetëpëlqimit. Gjithashtu, nga vetëpëlqimi është më thonë çfarë tallja me etiketime. Pra, nëse një person ka tmeta të gjymtyreve, ti më thon çfarë tallesh me të. Ti je kështu, dhe i jep vetes atë vlerësim përpara tij. E harron ai mirë se Allahu është krijues. Krijoi ty kështu dhe krijoi atë në formën tjetër. Për të sprovuar ty dhe atë për të sprovuar në durimin çfarë ka, ty për të sprovuar sa je falëndërues që je i saktë në gjymtyrët e tua. Gjithashtu nga format e vetëpëlqimit është të krenuarit
me preardhjen, me postin, me forcën. Kjo prap është shfaqje e vetëpëlqimit. Dhe e fundit është me thonë çfarë? Forma e shfaqjes së vetëpëlqimit është njeriu në çdo lloj takimi, ulje, i kundërshton si njerëzit normal thjesht, po si dhe ato që janë zotët e dijes. Ulet në tavolinë për shembull, ato si janë njerëz të dijes, po pinë kafe. Ai vetëm për të duk, thotë jo se ke gabim ti. Pse i pëlqen vetja vet. Të janë format më thonë çfarë, që njeriu më thonë shfaq tek të tjerët formën e vetëpëlqimit. Vëllezër, Allahu subhanahu wa taala është i gjithdijshëm. Çdo punë që ne veprojmë ai e din. Sepse Allahu subhanahu wa taala është krijuesi dhe ka thënë Kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubtuhu ya'lamuhu Allah. Thuaj, nëse ju i fshehni gjërat në gjoksit e juaja apo i shfaqni, Allahu çfarë? I din. Pra nëse ti, dukesh i mirë dhe zemrën e ke të nxirr, Allahu e din. Nëse ti, dukesh i keq, po zemra është e pastër, prapë Allahu e din, subhanahu wa taala. Nuk ka çështje që Allahu e din subhanahu wa taala. Kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubtuhu ya'lamuhu Allah. Thuaj, çdo gjë që ju fshih në gjoksit e juaja apo e shfaqni, Allahu e din. Vetëm kaq, wa ya'lamu ma fi s-samawati wa ma fi al-ard. Ju vetëm kaq, por Allahu subhanahu wa taala e di çfarë ka në qiell dhe në tokë. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Dhe se Allahu subhanahu wa taala është i gjithdijshëm. Dhe ka thënë dhe me këtë po e mbyllim me lejen e Allahut sepse e di që u zgjat edhe ndoshta gjumi. Ju kuptoj se të kemi problem pastaj ne. Në fund mund të kemi problem inshallah. Zoti u dashur Arabi. Huwa al-hayyu la ilaha illa hu. Ai është i gjalli, i cili meriton të adhurohet me të drejtë. Fad'uhu mukhlisin. Prandaj luteni atë sinqerisht. Lahuddin, kjo është feja e Zotit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimi të Allahut të botrave. Lutë Allahun subhanahu wa taala ta pastroj zemrën tënde, ose ta pastroj zemrën tona nga çdo lloj smundje e saj. Dhe Allahu subhanahu wa taala na bëft ose e bëft të dashur në zemrën tonë imanin, besimin, punën e mirë, punën e pastër. Sa më shumë të largohesh nga smundjet e zemrës, aq më shumë lirohet zemra për të futur punët e mira në të. Nëse zemra është e mbushur me zili, me urrëtie, me smije, me armiqësi, me vetëpëlqim, me nemasi, atëherë si ke lodh vënë asaj për punë të mira. Si ke lodh për punë të mira. Prandaj, hiq punët e këqija, lufto me veten tënde dhe zvendësoj me punët e mira. Kaq, për sonte, lut Allahun të na falë ne dhe ju. Lut Allahun subhanahu wa taala çfarë thash tjetë e dobishme për mua dhe për ju. Nëse e kemi qelluar është prej Allahut të vetëm, nëse kemi gabuar është prej me dhe shejtanit. Allahu na dhof sinqeritet dhe vazhdimsi në punët e hajrit. Nëse kanë ndonjë pyetje rreth asaj çfarë trajtuam, e mirë dëgjojmë, në të kundërtën jemi të lirë i bisedë vëllazërore.